Të mos flasësh është më mirë se sa të flasësh keq. Të mos flasësh është më mirë se sa të flasësh pa rënd edhe pa vend. Por të flasësh mirë është më mirë se sa të heshtash. E tash në situatat caktuara hapen tema, hapen debate, dhe nëse ti e sheh veten se ke çka me thonë në atë debat, është mirë që t'japësh kontribut, por jo me debati edhe polemika dallojnë. Po. Debati është një bisedë e mirë, pa ngarkesa, pa tensione, pa kështu me radhë, dhe ai që është më kompetenti edhe më i thirrur, padyshim që kur ai e thot fjalën e vet, ata shumica e tjerëve ma veç kalojnë heshtje. Polemika nuk ngadhnjen më i mençuri, as më i dituri, as ai që e ka mirë. Po në polemika ngadhnjen ai që është më i pa edukati. Ai që është më i zhurmshëm, ai që është më tendenciozi. Për atë arsye edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ja garantoj një shtëpi në xhenet atij i cili e braktis polemikën, edhe nëse ka drejt. Pse? Për arsye se polemika është veç edhe një hap pa kaluar në hasmëri, edhe në armiqësi. Islami këto nuk e don qoftë edhe në llogaritë mos dalë në shesh një e vërtet, s'ka gajle, veç thjesht mos të armiqësohemi. Se kemi kohë nesër kur të ftohen gjakrat, edhe të fillojmë të mendojmë të gjithë në qetësi, nesër e qesim pah të vërtetët, s'ka të lashe. Prap po i referohem asaj që na mëson Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la takallem bi kalimatin ta'tadhiru minha gadan. Mos gabo asnjëherë me e thonë një fjalë për cilën nesër do të detyrohesh me kërku falje.